Kapitulli 6. Ai do të dëshmoj. Kisha këndon, lavdi Atit dhe Birit dhe Frymës së Shenjtë. Çfarë do të thotë kjo, mund të pyesim. Mos po lavdërojmë 3 perëndi? Jo, po lavdërojmë një perëndi në 3 persona, siç thot edhe himni. Jehova, At, Bir, Frym, e mistershmja hyni, 3 në 1. Ky është perëndia që adhurojnë të krishterët, Jehova Trini. Thelbi i besimit të krishterë në perëndin është misteri i zbuluar i Trinisë. Trinitas është një fjalë në latinisht e cila do të thotë njësi treshe. Krishtërimi mbështetet mbi doktrinën e Trinitas, njësisë treshe, një perëndi me 3 persona. Për shkak të aspektit të mistershëm të doktrinës së Trinisë, ajo shpesh është konsideruar si një mbetje teologjike, ndaj dhe thonë se mund të bëjmë edhe pa të. Me sa duket vetë praktika jonë e reflekton këtë hamendësim. Libri i liturgjisë së Kishës së Anglisë përshkruan 13 raste në vit, kur besorja athanasiane duhet të recitohet në shërbesën e adhurimit, e cila është shpallja klasike e kësaj doktrine. Mirë po vështirë se mund ta shohim që të përdoret në ditët e sotme, qoftë edhe në njërën prej këtyre rasteve. Kleriku i zakonshëm anglikan nuk predikon kurrë mbi Trinin, ndoshta me përjashtim të ditës së shënuar si e diela e Trinisë, ndërkohë shërbestari i zakonshëm jo anglikan, i cili nuk e kremton të dielën e Trinisë, nuk predikon fare për të. Do të ishte interesante të dinim se çfarë do të thoshte apostulli Gjon për praktikën tonë, nëse do të ishte sot ndër ne. Sepse sipas tij, doktrina e Trinisë është pjesë thelbësore e ungjillit të krishterë. Sikurse e pam në kapitullin pararendës, Gjoni na prezanton në fjalitë e para të ungjillit të tij me misterin e 2 personave të dallueshëm brenda unitetit të hynisë. Padyshim që këtu kemi të bëjmë me një aspekt të vështirë të teologjisë, por Gjoni na hedh direkt aty. Në fillim ishte fjala, dhe fjala ishte me Perëndin, dhe fjala ishte Perëndi. Gjoni kapitulli 1 vargu 1. Fjala ishte një person në shoqëri me Perëndin, dhe fjala vet ishte personalisht dhe përjetësisht hyjnor. Gjoni vazhdon të na tregojë që ai ishte biri i vetëm i Atit. Gjoni e vendos misterin e një perëndie në 2 persona që në fillim të ungjillit të tij, sepse e di që askush nuk mund t'i kuptojë fjalët dhe veprat e Jezusit të Nazaretit derisa të ketë rrokur faktin që ky Jezus është në të vërtetë Perëndia bir. Personi i tretë. Mirë po kjo nuk është gjithçka që Gjoni dëshiron që ne ta mësojmë në lidhje me shumësinë e personave brenda hynisë, sepse kur ai na tregon për fjalimin e fundit që Zoti u dha dishepujve të tij, ai raporton se si shpëtimtari, pasi u shpjegoi se ai po shkonte t'u përgatisë atyre një vend në shtëpinë e Atit, vazhdoi t'u premtonte atyre dhuratën e një ngushëlluesi tjetër. Gjoni kapitulli 14 vargu 16. Vini re këtë frazë shumë domethënëse. Ajo nuk kupton një person, madje një person të jashtëzakonshëm, një ngushëllues. Pasuria e idesë që përcjell kjo fjalë dallohet nga larmia e përkthimeve të ndryshme në anglisht që janë përdorur për të. Këshilltar, ndihmës, mofat, avokat, weymouth, një që do të jetë miku juaj. Knox, kjo fjalë i përcjell të gjitha. Idenë e inkurajimit, mbështetjes, asistencës, kujdesit, mbajtjes së përgjegjësisë për mirëqenien e një tjetri, një ngushëllues tjetër. Po, sepse Jezusi ishte ngushëlluesi i tyre parësor. Detyra e pasuesit të tij ishte që të vazhdonte këtë aspekt të shërbesës së tij. Prandaj, është e kuptueshme që ne do të mund të vlerësonim atë që Zoti ynë nënkuptoi kur foli për një ngushëllues tjetër. Vetëm nëse vështrojmë pas tek gjithçka që ai bëri si shprehje e dashurisë, për kujdesjes, udhëzimit të durueshëm dhe sigurimit të mirëqenies së dishepujve të tij gjatë 3 viteve të shërbesës së tij personale ndaj tyre. Në të vërtetë Krishti po u thoshte: ai do të kujdeset për ju ashtu siç jam kujdesur unë. Ky duhet të jetë me të vërtetë një person i jashtëzakonshëm. Më pas, Zoti ynë na tregoi emrin e ngushëlluesit të ri. Ai është fryma e së vërtetës, fryma e shenjtë,
Gjoni kapitulli 14 vargjet 17 dhe 26. Ky emër nënkuptonte hynin. Në dhjatën e vjetër, fjala e Perëndis dhe fryma e Perëndis janë figura paralele. Fjala e Perëndis është e folura e tij e plot fuqishme, ndërsa fryma e Perëndis është hukatja e tij e plot fuqishme. Të dyja frazat përcjellin idenë e fuqisë së tij në veprim. E folura dhe hukatja e Perëndis shfaqen bashk në tregimin e krijimit dhe fryma, hukatja e Perëndis, lëvizte mbi sipërfaqen e ujrave. Pastaj Perëndia tha, dhe u bë. Zanafilla kapitulli 1 vargjet 2 dhe 3. Qiejt u bën me anë të fjalës së Zotit dhe tërë ushtria e tyre me anë të frymës së gojës së tij. Psalmi 33 vargu 6. Në prologun e tij, Gjoni na tha që fjala hyjnore për të cilën flitet këtu është një person. Tani, Zoti ynë na mëson në të njëjtën linjë që fryma hyjnore është gjithashtu një person. Ai e vulos dëshminë e tij për hyjninë e këtij fryme personal, duke e quajtur atë fryma e shenjtë. Sikurse edhe më vonë do të fliste për Atin e shenjtë. Gjoni kapitulli 17 vargu 11. Ungjilli sipas Gjonit na tregon se si Krishti e lidhi misionin e frymës me vullnetin dhe qëllimin e Atit dhe të Birit. Diku është Ati i cili do ta dërgojë frymën, ashtu sikurse ishte Ati që e kishte dërguar Birin. Shih kapitulli 5 vargu 23, vargjet 26 dhe 27. Ati do të dërgojë frymën, thot Zoti ynë, në emrin tim, domethënë si mëkëmbësin e Krishtit, i cili do të bëjë vullnetin e Krishtit dhe do të veproj si përfaqësuesi i tij dhe me autoritetin e tij. Gjoni kapitulli 14 vargu 26. Ashtu sikurse Jezusi kishte ardhur në emrin e Atit të tij. Kapitulli 5 vargu 43. Duke vepruar si agjenti i Atit, duke folur fjalët e Atit. Kapitulli 12 vargjet 49 dhe 50. Duke kryer veprat e Atit. Kapitulli 10 vargu 25. Kapitulli 17 vargu 4 dhe vargu 12. Dhe duke dëshmuar vazhdimisht për atë që e kishte dërguar si përfaqësuesin e tij. Po kështu, edhe fryma do të vijë në emrin e Jezusit, për të vepruar në botë si agjent dhe dëshmitar për Jezusin. Fryma, që del nga në greqisht para, nga ia e, Ati, kapitulli 15 vargu 26, pikërisht si dhe Biri, dola nga në greqisht para, Ati, kapitulli 16 vargu 28, pasi e kishte dërguar Birin e përjetshëm në botë, tani Ati e thërret atë sërish në lavdi dhe dërgon frymën që të zërë vendin e tij. Mirë po ka akoma për të thënë në lidhje me këtë çështje. Diku tjetër, thuhet se është Biri i cili do ta dërgojë frymën nga Ati. Kapitulli 15 vargu 26. Ashtu sikurse Ati e dërgoi Birin në botë, kështu edhe Biri do ta dërgojë frymën në botë. Kapitulli 16 vargu 7. Fryma dërgohet nga Biri, ashtu sikurse dërgohet edhe nga Ati. Prandaj kemi këto marrëdhënie të mëposhtme. Biri nënshtrohet Atit, sepse Biri është dërguar nga Ati në emrin e Atit të tij. Fryma i nënshtrohet Atit, sepse fryma dërgohet nga Ati në emrin e Birit. Fryma i nënshtrohet Birit ashtu si edhe Atit, sepse fryma dërgohet nga Biri sikurse edhe nga Ati. Kraso, kapitulli 20 vargu 22. Hukati mbi ta dhe u tha, merrni frymën e shenjtë. Kështu Gjoni regjistron shpalosjen që Zoti ynë i bëri misterit të Trinisë, 3 persona në një Perëndi. Biri bën vullnetin e Atit dhe fryma bën vullnetin e Atit dhe të Birit. Theksi është fryma, i cili vjen te dishepujt e Krishtit, që do të qëndrojë përgjithmonë me ju. Kapitulli 14 vargu 16. Po vjen për të ushtruar shërbesën e një ngushëlluesi në këmbë të Krishtit. Prandaj, nëse shërbesa e ngushëlluesit Krisht ishte e rëndësishme, atëherë edhe shërbesa e ngushëlluesit fryma e shenjtë nuk mund të jetë më pak e rëndësishme. Nëse vepra e Krishtit është e çmuar për kishën, atëherë edhe vepra e frymës duhet të jetë po aq e çmuar. Anëtari i shpërfillur i Trinisë. Megjithatë, nuk do të dilnim në një përfundim të tillë, as duke lexuar mbi historinë e kishës, as duke vëzhguar kishën e sotme.
Është e habitshme të shohësh ndryshimin midis trajtimit të personit të dytë dhe të tretë të Trinisë në mësimet biblike. Personi dhe vepra e Krishtit kanë qenë dhe vazhdojnë të jenë tema debati të vazhdueshme brenda kishës. Megjithatë, personi dhe vepra e frymës së shenjtë shpërfillet në të shumtën e rasteve. Doktrina e frymës së shenjtë është hirushja e doktrinave të krishtera. Me sa duket, shumë pak interesohen për të. Shumë libra të shkëlqyer janë shkruar në lidhje me personin dhe veprën e Krishtit, mirëpo numri i librave që ja vlen të lexohen mbi personin dhe veprën e frymës së shenjtë mund të numërohen me gishtat e njërës dorë. Të krishterët janë mjaft të qartë mbi veprën e Krishtit. Ata e dinë që ai na shpengoi me anë të vdekjes së tij shlyese, edhe pse mund të mos bien dakord mes tyre se çfarë nënkupton kjo saktësisht. Mirëpo i krishteri i zakonshëm është tërësisht i paqartë se çfarë funksioni kryen fryma e shenjtë. Disa flasin për frymën e Krishtit, ashtu siç flasin për frymën e Krishtlindjes, si një ndikim i zbeht kulturor që sjell shpirtmirësi dhe një atmosferë fetare. Disa e mendojnë frymën si frymëzuese e parimeve morale të jo besimtarve si Gandhi, ose misticizmit teofilozofik të sojë të Rudolf Steiner, ndërkohë shumica ndoshta nuk mendon fare për frymën e shenjtë dhe as kanë ndonjë ide vlerësuese se çfarë bën ai. Për ta ilustruar praktikisht, ata janë në të njëjtën pozitë si dishepujt që Pali takoi në Efes. Ne as që e kemi dëgjuar se pas ka frymë të shenjtë. Veprat e Apostujve kapitulli 19 vargu 2. Është me të vërtetë e jashtëzakonshme që ata të cilët shpallin se interesohen kaq shumë për Krishtin, të dinë dhe të interesohen kaq pak për frymën e shenjtë. Të krishterët janë të vetëdijshëm për ndryshimin që do të vinte nëse do të zbulojë se mishërimi ose shlyerja nuk ka ndodhur kurrë. Në këtë rast, ata e dinë që do të ishin të humbur, sepse nuk do të kishin asnjë shpëtimtar. Por shumë të krishterë as që mund ta imagjinojnë ndryshimin që do të kishin nëse fryma e shenjtë nuk do të ishte në botë. Ata nuk e dinë nëse kjo mungesë do të sillte ndonjë ndikim në kishë apo mbi ata personalisht. Sigurisht që këtu diçka nuk shkon. Si mundet vallë ta justifikojmë një shpërfillje të tillë ndaj shërbesës së agentit të caktuar nga Krishti? Mos vallë mashtrojmë veten kur themi se e nderojmë Krishtin kur në realitet e shpërfillim dhe duke e shpërfillur e çnderojmë atë që Krishti na e ka dërguar si zëvendësin e tij që të zërë vendin e tij dhe të kujdeset për ne në llogaritë të tij? A mos duhet të preokupohemi më shumë për frymën e shenjtë? Rëndësia e punës së frymës. A është vepra e frymës së shenjtë me të vërtet kaq e rëndësishme? Vërtet e rëndësishme, sepse po të mos ishte për veprën e frymës së shenjtë, nuk do të kishte as ungjill, as besim, as kishë dhe as krishtërim në botë. Së pari, pa frymën e shenjtë, nuk do të kishte as ungjill dhe as dhjatë të re. Krishti u la kauzën e tij dishepujve kur ai u largua nga kjo botë. Ai u la përgjegjësinë që të shkonin dhe të bënin dishepuj nga të gjitha kombet. Ju do të dëshmoni, u tha ai atyre në dhomën e sipërme. Gjoni kapitulli 15 vargu 27. Ju do të më bëheni dëshmitar deri në skajin e dheut. Veprat e Apostujve kapitulli 1 vargu 8. Kjo ishte detyra që ju caktua atyre. Mirë po, çfarë lloj dëshmitarësh duhet të ishin ata në realitet? Ata nuk kishin qenë kurrë nxënës të mirë. Ata vazhdimisht kishin dështuar ta kuptonin Krishtin dhe nuk e kuptuan qëllimin e mësimit të tij gjatë gjithë shërbesës së tij toksore. Si vallë mund të pritej që ata do të ishin më të mirë tani që ai ishte larguar? A nuk mund të themi me siguri të plotë që edhe me dëshirën më të mirë në botë, shumë shpejt ata do ta ngatronin të vërtetën e ungjillit me një numër keqkuptimesh të pavetëdijshme, duke reduktuar kështu dëshminë e tyre në një lëmsh të ngatruar, të shtrembëruar dhe të pashpresë? Përgjigjja e kësaj pyetje është negative, sepse Krishti u dërgoi atyre frymën e shenjtë, që t'u mësonte të gjithë të vërtetën dhe që t'i shpëtonte nga çdo gabim, që t'ju kujtonte atyre atë që ai u kishte mësuar tashmë dhe t'ju zbulonte pjesën tjetër të asaj që Zoti i tyre kishte për qëllim që ata të mësonin. Ngushëlluesi do t'ju mësojë çdo gjë dhe do t'ju kujtojë të gjitha këto që ju thash. Gjoni kapitulli 14 vargu 26. Kam edhe shumë për t'ju thënë, por tani ju nuk mund t'i mbani. Por kur të vijë ai, fryma e së vërtetës, do t'ju prijë në gjithë të vërtetën,
sepse nuk do të flas prej vetes, por do të flas atë që do të dëgjoj. Domethënë, ai do t'u bëj të ditur gjithë sa Krishti do ta udhëzoj që t'u tregoj. Shih Gjoni kapitulli 12, vargjet 49 dhe 50. Kapitulli 17, vargu 8 dhe vargu 14. Dhe do t'ju kumtoj ato që do të vinë. Ai do të më përlëvdoj, sepse do të marr prej simes dhe do t'ju akumtoj. Gjoni kapitulli 16, vargjet 12 deri në 14. Kështu do të dëshmoj për mua, juve, dishepujve të mi, juve që do t'ju adërgoj, dhe të pajisur dhe të aftësuar nga puna e tij dëshmuese, dhe ju do të dëshmoni. Kapitulli 15, vargjet 26 dhe 27. Premtimi ishte që të mësuar nga fryma, këta dishepuj të parë do të aftësoheshin për të folur si gojë të shumta për Krishtin dhe ashtu si profetët në dhjatën e vjetër kishin qenë në gjendje t'i nisnin predikimet e tyre me fjalët, kështu thot Zoti Jehova. Edhe apostujt e dhjatës së re do të mund të thoshin me paq siguri për mësimin e tyre, qoftë ai verbal apo i shkruar, kështu thot Zoti Jezu Krisht. Dhe kështu ndodhi. Fryma erdhi te dishepujt dhe u dëshmoi atyre për Krishtin dhe për shpëtimin e tij, sipas premtimit që u ishte bërë. Duke folur për lavdinë e këtij shpëtimi, ato që Perëndia ka përgatitur për ata që e duan atë. Pali shkruan: Perëndia na i zbuloi me anë të frymës së tij, dhe ne kemi marrë frymën që vjen nga Perëndia, që të njohim gjërat që na janë dhuruar nga Perëndia. Për këto edhe flasim. Këtu mund kishte shtuar edhe shkruajmë, por jo me fjalë të mësuara nga urtësia njerëzore, por të mësuara nga fryma e shenjtë. 1 Korintasve kapitulli 2 vargjet 9 deri në 13. Fryma u dëshmoi apostujve duke u zbuluar atyre gjithë të vërtetën dhe duke i frymëzuar ata që ta komunikonin atë me besnikëri të plot. Kjo shpjegon shkrimin e Ungjillit dhe përpasoi të dhjatës së re. Mirëpo bota nuk do ta kishte as njërën dhe as tjetrën pa veprën e frymës së shenjtë. Megjithatë nuk mbaron me kaq. Së dyti, pa frymën e shenjtë, nuk do të kishte as besim dhe as lindje të re. Me pak fjalë, as të krishterë. Drita e Ungjillit shkëlqen, por Perëndia i kësaj bote u averboi mendimet atyre që nuk besojnë. 2 Korintasve kapitulli 4 vargu 4. Dhe të verbrit nuk reagojnë ndaj stimulimit të dritës, siç Krishti i tha edhe Nikodemit, nëse një nuk lind përsëri, ai nuk mund ta shohë mbretërinë e Perëndisë. Gjoni kapitulli 3 vargu 3, krahaso me vargun 5. Duke i folur në shumës për veten dhe për dishepujt e tij, Nikodemit dhe të gjithë shtresës së njerëzve fetar që nuk kanë lindur sërish, pjesë e së cilës ishte edhe Nikodemi. Krishti vazhdoi t'i shpjegonte që pasoja e pashmangshme e mungesës së lindjes prej së larti ishte mosbesimi. Ju nuk e pranoni dëshminë tonë. Gjoni kapitulli 3 vargu 11. Ungjilli nuk prodhon bindje të brendshme tek ata. Mosbesimi i mban ata në zgjedhjen e tij. Atëherë çfarë mund të themi? Mosvall duhet të dalim në përfundimin që predikimi i Ungjillit është një humbje kohe dhe ta hedhim poshtë ungjillizimin si një përpjekje të pashpresë, i destinuar që të dështoj? Jo, sepse fryma banon me kishën që të dëshmoj për Krishtin. Tashmë e pam që ai u dëshmoi apostujve përmes zbulimit dhe frymëzimit. Ndërkohë, ne të tjerëve përgjatë historisë, ai na dëshmon me anë të ndriçimit, duke hapur sytë e verbër, duke rikthyer shikimin frymëror, duke i aftësuar mëkatarët që të shohin se Ungjilli është për një mend e vërteta e Perëndisë, që shkrimi është me të vërtet fjala e Perëndisë dhe që Krishti është me të vërtet biri i Perëndisë. Zoti premtoi, dhe kur të ketë ardhur ai, fryma, do ta bind botën për mëkat, për drejtësi dhe për gjyq. Gjoni kapitulli 16 vargu 8. Nuk na takon ne të mendojmë se mund të aprovojmë të vërtetën e krishtërimit me anë të argumenteve tona. Vetëm fryma e shenjtë mund të aprovojë të vërtetën e krishtërimit përmes veprës së tij të plot fuqishme në ripërtëritjen e zemrës së verbër. Është e drejta sovrane e frymës së Krishtit që të bind ndërgjegjen e njerëzve për të vërtetën e Ungjillit të Krishtit, dhe dëshmitarët njerëzor të Krishtit duhet të mësojnë që t'i mbështetin shpresat e tyre për sukses, jo mbi prezantimin e zgjuar të së vërtetës nga njeriu, por mbi shpalosjen e fuqishme të së vërtetës prej frymës.
Pali na tregon pikërisht këtë. Edhe unë, o vëllezër, kur erdha tek ju, nuk erdha me shkëlqim fjalësh a urtësie, që t'ju shpall dëshminë e Perëndis. Fjala ime dhe predikimi im nuk u bën me fjalë mbushamendse nga urtësia njerëzore, por në dëftim të frymës dhe të fuqisë, që besimi juaj të mos qëndrojë në urtësinë e njerëzve, po në fuqinë e Perëndis. 1 Korintasve kapitulli 2 vargjet 1 deri në 5. Njerëzit kthehen në besim sa herë Ungjilli predikohet, pikërisht sepse fryma dëshmon në këtë formë. Mirë po pa frymën, nuk do të kishte qoftë edhe një të krishterë të vetëm në botë. Reagimi ynë i duhur. A e nderojmë ne frymën e shenjtë duke e dalluar dhe duke u mbështetur te vepra e tij, apo mos vallë e shpërfillim atë duke çndëruar kështu jo vetëm frymën, por edhe Zotin që e dërgoi? Në besimin ton, a e pranojmë ne autoritetin e Biblës, dhjatën e vjetër profetike dhe dhjatën e re apostolike, të cilat u frymëzuan prej tij? A e lexojmë dhe a e dëgjojmë Biblën me nderimin dhe gatishmërinë që meriton fjala e Perëndis? Nëse nuk e bëjmë, atëherë ne po çndërojmë frymën e shenjtë. Në jetën tonë, a e zbatojmë autoritetin e Biblës dhe a jetojmë në përputhje me të, pavarësisht kundërshtimeve të njerëzve për të, duke kuptuar që fjala e Perëndis nuk ka se si të mos jetë e vërtet, dhe se atë që Perëndia ka thënë është e sigurt që e ka me tërmend, dhe asaj edhe do t'i përmbahet? Nëse nuk e bëjmë, atëherë ne e çndërojmë frymën e shenjtë që na e dha Biblën. Në dëshminë tonë, a kujtohemi vazhdimisht që vetëm fryma e shenjtë përmes dëshmisë së tij mund ta vërtetojë dëshminë tonë? A vështrojmë tek ai për ta bërë këtë dhe ai zëm bes atij që ta bëj? A e vërtetojmë besimin ton tek ai duke ju shmangur ashtu siç bëri Pali hileve të zgjuarësisë njerëzore? Nëse nuk e bëjmë, atëherë ne e çndërojmë frymën e shenjtë. A nuk duhet ta pranojmë atëherë që shterpësia e tanishme e jetës së kishës është gjykimi i Perëndis mbi ne për mënyrën se si e kemi çndëruar frymën e shenjtë? Nëse është kështu, çfarë shpresë kemi se do të shpëtojmë prej saj, nëse nuk mësojmë se si ta nderojmë frymën e shenjtë me mendimet, lutjet dhe praktikën tonë? Ai do të dëshmojë. Kush ka vesh, le të dëgjojë atë që u thot fryma kishave.